Besojeni ose jo, të dashur miq, kjo është zemra e një 75 vjeçari. Vërtet që u mahnita dhe nuk do të kisha thënë kurrë nëse do shikoja thjesht këto pamje që pacienti është 75 vjeç. Ky pacient më tregoi se është marrë tërë jetën e tij me sport. Nuk ka qenë sportist profesionist, por thuajse çdo ditë ka bërë 12 kilometra me biçikletë dhe ka marrë pjesë rregullisht në maratona dhe ka bërë rregullisht vrap çdo ditë. Nuk e pyeta në detaj se sa kilometra. Kur e pyeta se si është ushqyer pacienti, më tha kam ngrënë çfarë kam dashur. Është vërtet e jashtëzakonshme. Pra, ky pacient, kush është kardiolog e dallon direkt me sy. E ka muskulin e zemrës pak të hipertrofuar, do të thotë e ka muskulin e zemrës pak të trashur. Kjo ndodh te pacientët që kanë tension në mënyrë kronike, po pacienti im nuk ka fare tension. Kjo hipertrofi ka ardhur për shkak të sportit që ka bërë pacienti. Dhe çfarë dallojmë këtu? Atë që unë e them gjithmonë, pacientët që kryejnë sport të rregullt, ka mbi 50 vjet ky pacient që bën sport. Shiko si e ka frekuencën në qetësi, 52. Pra, është e jashtëzakonshme dhe u mahnita, të them të drejtën, e kam matur këtu që ka hipertrofi, dhe se si janë në gjendjen të cilën është muskuli vetë i zemrës, kjo është ana e djathtë, dhe në çfarë gjendje janë klapat e zemrës. Klapat e zemrës në këtë moshë trashen, bën me kalk, domethënë, e kanë funksionin jo shumë të mirë, dhe më bëri shumë përshtypje se sa mirë funksionojnë klapat e këtij pacienti. Sigurisht gjenetika është gjenetika, po pacienti më tregoi për jetën që kishte bërë. Ky është funksioni diastolik, nuk po them që është perfekt, por për moshën 75 vjeçare është një arritje e madhe të kesh një diçka të tillë. Pra, edhe njëherë keni kujdes, sepse veprimet që bëjmë, mënyra si ushqehemi, po sidomos sporti, kanë veprim të drejtë për drejtë në shëndetin tonë. Dhe ky ishte një shembull konkret.